Ka vende që nuk i përkasin vetëm një kohe, janë aty për të na kujtuar shumë çka. E tillë është qarshia e madhe e Gjakovës. Dikur ajo kishte një tjetër zë. Nëpër dyqanet e vogla dëgjoheshin çekiqet e zejtarëve, thirrjet e tregtarëve dhe zërat e njerëzve që nisnin ditën mes punës së tregtisë. Çdo dyqan kishte një emër, një histori dhe një njeri pas tij. Zejtaria nuk ishte vetëm një mënyrë për të fituar bukën e gojës. Ishte një trashëgëmi që përcillej nga babait e djali, nga një brez të tjetri. Edhe sot, pas disa prej dyerve të vjetra, mbeten zejtar që vazhdojnë të mbajnë gjallë një traditë të trashëguar, e të paktë në numër, por të mëdhenj në misionin e tyre. Me duart dhe për kushtimin e tyre ata poruajnë jo vetëm një zanat, por një copës të kohës. Vitet kaluan e qyteti ndryshoi. Ndryshuan njerëzit, mënyra jetesës edhe vetë qarshia e madhe. Shumë nga zanatët e dikurshme u rralluan. Disa dyqane heshtën përgjithmonë, por kujtesa nuk u shua. Ndërkohë sot, qarshia e madhe ka marrë një tjetër jetë. Aty ku dikur punohej me vegla të zanatit, sot dëgjohen biseda të rinjëve, muzika dhe zhurma lokaleve gastronomike. Ajo është bërë më moderne, më rinore dhe më dinamike, duke ju përshtatur ritmit të kohës. Por ndoshta, bukuria më e madhe e saj është pikërisht kjo. Qarshia nuk e ka harruar të kaluarën, edhe pse ka zgjedhur ta jetojë të tashmen.